liderët politik shqiptar nuk e pritën mirë suksesin e presidentes. Kosova, edhe pse ende nuk është e njohur nga të gjitha shtetet dhe edhe pse nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, u ftua të marrë pjesë në bordin për paqe, si ide e presidentit amerikan. Për takimin në Davos, liderët politik shqiptar mezi u deklaruan ose u përmajtën. Ata, të gjithë, ndiheshim në gazep. Pak më vonë, vizita e presidentes në Washington dhe përfshirja e Kosovës si themeluese e atij bordi kaluan me mërmëritje apo edhe pato nga liderët politik shqiptar. Mund të ishte aty Serbia, por jo Kosova. Kjo mundësi ekzistonte. Kjo tregon se kapitalin politik dhe diplomatik të presidentes nuk e mirëpriti asnjë lider politik. Përkundrazi, ata e ndjenin veten të rrezikuar dhe të zvogluar nga ky sukses. Nga ana tjetër, partitë opozitare që e akuzonin Albin Kurtin për anti-amerikanizëm, kur panë se Kosova dhe përfaqësuesja e saj po pranoheshin seriozisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e mbyllën gojën. Madje nuk flisnin më as për aleatin tonë të madh. Gati 5 vitet e fundit, Serbia u trajtua me shumë mirëkuptim nga Perëndimi, ndërsa Kosovës ju vendosën sanksione nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse Serbia e sulmoi Kosovën ushtarakisht dhe më pas provoi sërish akte sabotimi, duke tentuar të hedhë në ajër me dinamit infrastrukturën e ujit në veri. Me gjithë ato veprime destruktive dhe luftënëzitëse të Aleksandar Vučićit, Perëndimi tregoi tolerancë ndaj tij. Tani, kur duket se Perëndimi po e korrigjon qasjen dhe po afrohet më shumë me Kosovën, ne, në vend se të veprojmë në atë drejtim, po e shpërfillim apo dëmtojmë këtë proces. Sot kemi një situatë paradoksale. Një grua me profil të lartë intelektual, juriste që ka përfunduar studimet në Amerikë dhe mban titullin doktor, nuk votohet për shkak të suksesit të saj. Sepse ata mund t'i falin asaj çdo gabim, por kur jo suksesin. Ata nuk duan që kontributi i saj diplomatik të kapitalizohet për shtendërtimin e Kosovës dhe për forcimin e pranimit ndërkombëtar. Përkundrazi, preferoj një figurë më të dobët, një kryetar inferior në natyrë, që nuk rrezikon pozitat e tyre politike. Një kryetar metaforik, simbolik. Metafora është e thjeshtë, mosvotimi i kryetares është si të përjashtosh portierin më të mirë nga skuadra dhe pastaj të presësh fitore jashtë, madje edhe kur luan kundër Serbisë. Liderët kosovar në radhë të parë vendosin vetveten dhe nderin, në të dytin partinë, në të tretin shtetin. Kjo renditje e lëndon rendin demokratik dhe e dëmton shtetin, sepse është kulturë tribale e bajraktarizmit kategorik që nuk mund t'i përshtatet sistemit. Bota na ndihmoi kur na shkatronte Serbia, por nuk mund të na ndihmojë kur me pasion të madh dëmtojmë vetveten. Por kjo është një shfaqje tashmë standarde në Kosovë. PDK, LDK dhe AK, duke e dëmtuar shtetin e Kosovës, u zvogluan edhe si parti dhe ndihmuan vetvendosjen. Tani, pas një ngjitjeje të madhe, vetvendosja rrezikon ta ndihmojë opozitën. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se në rast zgjedhjesh, vetvendosja dhe Albin Kurti, 51% nuk i arrijnë më. Prandaj për ta, zgjedhjet janë rrezik politik. Të rrezikohet mandati i sigurt nuk është mençuri. Në politik, pushteti humbet më shpesh nga vetëdëmtimi sesa nga kundërshtari. Kurti duhet ta ruajë mandatin e vet, presidenca nuk duhet të jetë shkat për zgjedhje, kjo nuk është strategji politike, kjo është entropi. Ose thënë më thjesht, harakiri politik. Autor, Liz Bukuroca, leximi, Inteligjenca Artificiale.